Të nderuar besimtar, ditët që ne jemi duke jetuar në këtë dynja po shkojnë pa u ndier fare, vitet po ecin, jeta po paksohet, vdekja po afrohet, njeriu nuk I mbetet gjë tjetër veç se të ndalet dhe të mendoj, të meditoj për aktivitetin e tij personal, çka ka kryer gjatë një viti të plot. Ai do të ndalet dhe të mendoj për veprimet që ka kryer gjatë një viti të plot. Ne tashmë po e mbyllim një vit dhe po hym në një vit tjetër. Shkoi një vit I tërë pothuajse mbi 360 ditë, apo 8600 orë, apo 500.000 minuta. Vallë, a më shumë kemi kontribuar për të mirën gjatë kësaj kohe apo për të keqen? Cilat janë arritjet gjatë vitit që nam prapa? Çfarë është shënuar tek libri I shënimeve? I mençur është ai që llogarit veten e vet përpara se t'i nënshtrohet llogarisë Allahut.